Promovohet filmi dokumentar Shaban Murati, diplomati anti-tabu. Filmi dokumentar Shaban Murati, diplomati anti-tabu, që u promovua me 11 dhjetor në një nga sahat e Hotel International në Tiranë, shkaktoi një tonditje emocionale tek spektatorët. Në këtë produksion të Fondacionit Çamëria Santasi në realizuar me mbështetjen dhe për kujdesin veçantë të zotit Talket Veliu, për herë të parë u zbulua profili i plot i profesor Shaban Muratit, një personalitet polietrik, diplomat me aftësi të rralla, humanist, historian, gazetar e polemist. Filmi i regjisorit minjor Ylli Pepo, artist i merituar, përshkruar me mjeshtëri çast pas çasti, një teknik narrative gjithë kronologjinë e jetës dhe aktivitetin e profesor Shaban Muratit. Skenaristi Ben Andoni, pas një lumtimi të gjatë, sjell një biografi të kompletuar të Muratit, duke ndriçuar aspektet panjohura të jetës së veprës së tij, duke u bazuar në regjistrimin autentik të ngjarjeve të vërteta, si dhe në deklaratat e drejtpërdrejta të protagonistëve dhe ish bashkëpunëtorëve të tij përmes intervistave të parapërgatitura që nga raportet e tij me qytetin e lindjes Durrësin, aktivitetin si gazetar dhe diplomat, marrëdhëniet me miq, familjen dhe shoqërinë. Filmi paraqet informacion dhe përmban dëshmi bindëse duke përdorur kuadrot inskenuara për të ilustruar informacionin paraqitur, si dhe për të formuar pamje të përgjithshme. Shaban Murati jetoi 79 vjeç dhe përjetoi ngjarje të mëdha gjatë gjithë karrierës së tij si gazetar dhe diplomat në rrethanat e ndryshme politike e diplomatike. Gjatë kalimit nga diktatura në demokraci, ai nuk është soditës as vëzhgues, por një ferpintar i sjellshëm i fushës së kërkimeve, sfidicave dhe simboleve eksistenciale të kombit shqiptar.